Përshëndetje zonja e zotrinj, mirë se erdhët në Hipokrati në Top Channel. Minutazhi dedikuar shëndetit fillon tani, ndaj juftoj të jeni të vëmendshëm ndaj gjithë informacionit dhe këshillave që kemi përgatitur sot për ju. Pas siglës, direkt me të ftuarat e para. Do të nisim programin sot miq me një temë e cila jo pak preku interesin dhe vëmendjen tonë. Dëgjuam të gjithë se si presidenti i SBA-ve Donald Trump dhe FDA dolën me një njoftim të rëndësishëm ku informacioni që preku mbar botën ishte se autizmi mund të jetë shkaktuar edhe nga përdorimi në masë të madhe të paracetamolit. Duke u nisur nga kjo, do ballafaqojmë sot informacione dhe do të flasim pastaj edhe për problematika të tjera që lidhen me gratë shtatzana dhe përdorimin e medikamenteve gjatë shtatzanisë. Unë kam kënaqësinë të kem të ftuar sot në program mjeken obstetër ginekologe Ilta Bylykbashi. Mirë se erdhe në Hipokrati. Mirë se u gjeta, gjithmonë kënaqësi të jem pranë teje. Faleminderit, mirë se erdhe. Gjithashtu, farmacisten Ketiana Elezi, për të na shpjeguar Keti edhe këtë pjesën e farmakologjisë, pjesën e medikamenteve gjatë shtatzanisë. Pra, të dyja së bashku do të bëni sot që publiku të ketë informacion më shumë për çka do të flasim. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. E fillojmë doktoresh Iltën. Si e pritët këtë informacion dhe mbas kaq kohësh që informacioni qarkullon? Kemi një ide, kemi një pranim, një mos pranim, apo vazhdon të ketë përsëri luhatje në besimin e këtij informacioni? Pavarësisht se si medikament, paracetamoli është konsideruar në kategorinë B, pra është presupozohet të jetë një medikament absolutisht i sigurt në shtatzani dhe në laktacion. Gjithmonë ka qenë ndjesia dhe përdorimi i tij ishte deri diku i vlefshëm nëse duhet përdorur dhe në kohë zgjatjen e duhur. Besoj që këtë e kemi pasur si ndjesi dhe vazhdojmë ta kemi të gjithë në mjekët obstetër. Duke patur limitet e veta kryesisht në 3 mujorin e parë. Patjetër që ajo që u tha deri diku për të gjithë ishte një lloj ndjesie që mos ndoshta e kemi tepruar, mos ndoshta mund ta shmangim në 3 mujorin e parë. Në fakt, nuk ka studimet mirëfillta ku evidentohet ndikimi i vërtet i paracetamolit mbi, ose më sakt, ato doza cilat janë të këshillueshme në shtatzani për shfaqjen e autizmit ose të ADD-s në përgjithësi. Janë kryer 2 studime të relativisht të mëdha ku janë vënë re që në 18 ca gra të cilat përdornin paracetamol për një kohë të gjatë dhe në doza vërtet të konsiderueshme, gati 8.1%, pra ishin edhe 700 ca fëmijë të cilët më pas u evidentuan me autizëm. Por patjetër ndoshta nga kjo u mor dhe shkas deklarata e bërë nga Trump dhe më pas edhe diskutimet që dolën, por mbetet gjithmonë një studim i cunguar sepse nuk ishte të dhëna konkrete nëse këto paciente ishin përdoruese kronike të paracetamolit edhe në të kaluar përpara shtatzanisë dhe më pas të mbaheshen konsiderat dhe fakti që këta fëmijë lindën, por deri në momentin që u diagnostikuan si autik, a ishin të ekspozuar ndaj përdorimit të paracetamolit? Kështu që një gjë është e sigurt, në çdo lloj medikamenti i cili i përket gjithmonë kategorisë B, pra që është një medikament i shëndetshëm dhe duhet përdorur në shtatzani, kërkon vlerësimin e duhur të situatës, pra ja vlen vërtet ky medikament të përdoret në situata të caktuara. Në rastin konkret, një temperaturë 38-38.5 do të ishte e duhura për të filluar një trajtim me paracetamol, qofse pacienti është shtatzan, do kishte një viroz që në fundit të gjithë ne e kalojmë, një shtatzan me një imunitet pak më të kompromentuar, është dhe më e riskuar, a vlen në atë finale të përdorë një paracetamol dhe sa duhet ta përdorë dhe për sa kohë duhet ta përdorë. Mendoj që nuk ishte kjo këmbana për të na bërë neve më të kujdesshëm, ne jemi të kujdesshëm. Sidomos e theksoj në 3 mujorin e parë.
Megjithatë mbetet për t'u parë në vazhdimsi, pse jo, shkaqet e autizmit janë të shumta, shumë prej cilave dhe nuk dihen akoma. Në qoftë se themi gjenetika, mosha, stresi, keq-ushqyerja, ta shohim dhe këtë faktor. Mbeten të gjitha për t'u parë. Po në aspektin e farmakologjisë, Ketjana, si e interpretuat këtë informacion që morët dhe çfarë informacione të tjera ballafaqohen me këtë? Atëherë, si fillim pas deklaratës së presidentit Donald Trump, presidentit Amerikës, sigurisht FDA-ja bëri deklaratën e saj duke deklaruar që do marri masa për shpërndar mënyrën indikacionet se si do merret paracetamoli në vijim. Nga ana tjetër patëm reagimin e Europës, pra Agjencia Kombëtare Europiane e Medikamenteve, e cila doli dhe bëri një deklaratë ku në mënyrë kategorike mohoi që të ketë një evidenca shkencore që lidhin përdorimin e paracetamolit gjatë shtatzanisë me rritjen e riskut të autizmit apo keqformimeve të tjera të fëmijës. Gjithashtu është bërë edhe një kontroll në vitin 2019 nga ana e PRAC, që është Komiteti i Farmakologjisë të Europës. Kanë parë disa prova shkencore dhe prap kanë konfirmuar që nuk ka vërtet, të paktën në zonën e Europës, prova shkencore që të konfirmojnë këtë gjë. Kanadaja gjithashtu bëri deklaratën dhe konfirmoi të njëjtën gjë. Nuk ka prova shkencore që lidhin përdorimin e paracetamolit gjatë shtatzanisë dhe shkaktimin e autizmit. Por të gjitha konfirmojnë të njëjtën gjë, që është edhe te indikacionet e paracetamolit. Paracetamoli në shtatzani duhet përdorur me, si shtatet doktoresha, me dozën minimale të rekomandueshme dhe për afatin kohor minimal të rekomanduar. Gjithmonë nëse ka nevojë klinike për të përdorur, gjithmonë duke u konsultuar me mjekun apo farmacistin. Pra jo duke marrë një vendim personal do e përdor dhe kaq. Gjithmonë duhet, mira, është shumë e rëndësishme që pacientët të mësojnë të komunikojnë me profesionistët. Është shumë e rëndësishme. Nuk mund të marrin një informacion që del në internet edhe ta përvetsojnë edhe ta quajnë të mirëfillt. Ka profesionistë, ka mjek që kanë studiuar, edhe që janë të mirë informuar, që lidhen, agjencitë flasë mirë atje, agjencia jonë e Barnave gjithashtu reagoi direkte, duke cituar agjencinë europiane. Pra, hallkat lidhen me njëra tjetrën dhe marrin masa. Në fund do vazhdoj të monitorohet, Barna gjithmonë monitorohen, gjithmonë farmakovigilenca funksionon, pra monitoron Barna, monitoron riskun, monitoron efektet anësore që her pas here shfaqen. Dhe për aq kohë sa nuk ka gjëra, nuk ka rënë kjo këmban kaq e fortë sa të konsiderohen këto, sigurisht ata dalin duke thënë që nuk ka prova shkencore akoma.